Edi Rama si dhe Komisionerja Europiane për zgjerimin Marta Kos. Ndoshta jemi duke ndjekur fjalën e zonjës Marilena Roana, zëvendës ministre për çështjet europiane e Qipros. Për parimin e Shqipërisë për grup kapitullin e themeloreve, mbështetur në raportin e vlerësimit piketave të ndërmjetme të Komisionit Evropian dhe në vijim të këtij vlerësimi, konferenca sot e antarësimit doli në përfundimin që Shqipëria ka plotësuar me sukses piketat e ndërmjetme për grup kapitullin e themeloreve. Kjo është një arritje vërtet domethënëse dhe një vlerësim i rëndësishëm i përpjekjeve të qëndrueshme për reforma të Shqipërisë dhe angazhimit politik nga Shqipëria në rrugtimin e saj europian. Ky gur kilometrik e lejon Shqipërinë të ecë përpara në procesin e antarësimit dhe në momentin kur të plotësohen kushtet përkatëse, ne të nisim të mbyllim provizorisht kapitujt. E kemi thënë hera herës që zgjerimi është një përparësi strategjike për presidencën e Qipros dhe që ne do të jepnim rezultate dhe është pikërisht ajo çfarë po bëjmë sot. Ne besojmë thellësisht te zgjerimi si një prej politikave më transformuese të Bashkimit Evropian dhe jemi përjedhoj veçanërisht të kënaqur që procesi i antarësimit të Shqipërisë po ecën përpara në mënyrë vendimtare e të përhershme në përputhje të plot me qasjen bazuar në merit të BE-s me vlerësim rigoroze të drejtë dhe me kushtëzim rigoroze të drejtë. Sotmja po kështu është edhe një shenjë e angazhimit ton të palëkundur për të ardhmen evropiane dhe Ballkanit Perëndimor në tërësi. Do doja të përgëzoja qeverinë shqiptare, autoritetet, institucionet dhe qytetarët për përkushtimin dhe vendosmërinë e tyre për të çuar përpara reforma të vështira. E dim që procesi i antarësimit është një rrugtim i mundimshëm, por një rrugtim që ja vlen dhe që kanë dëshmuar një angazhim kaq të qartë ndaj një të ardhmeje të përbashkët evropiane. Në të njëjtën kohë, konferenca e sotme shënjon fillimin e një faze të re, ndoshta edhe më sfiduese e kërkuese të procesit antarësimit, sepse grup kapitulli i themeloreve mbetet në themel të negociatave. Progresi në këtë fazë nuk matet vetëm me miratimin e reformave apo të legjislacionit, por gjithmonë më tepër me zbatimin e tyre efektiv, me një bilanc të konsoliduar dhe të besueshëm dhe nga rezultate të prekshme, të cilat janë të qëndrueshme dhe të pakthyeshme. Kjo kupton përpjekjet vazhdueshme për të forcuar shtetin e së drejtës, për të garantuar